kriminaliteti tek minorenët në shoqërinë shqiptare sa po vjen dhe po rritet, cilës është rritur me ritme të frikshme në këtë periudhë. Është e vërtetë që arrestimet e tyre janë të pakta, më shumë janë ndjekur në gjendje të lirë. Kjo vjen si pasojë dhe e avantazheve që i jep Kodi i Drejtësisë Penale për të mitur, por kjo është dizavantazh sepse ata i rifut prapë në botën e krimit. Kjo shikohet si anë negative. Grup moshat e minorenëve që janë pjesëmarrës në aktivitetet kriminale fillojnë nga mosha 11 vjeçe deri në moshën 18 vjeç. Veprat penale që janë më të shpeshta te grupi i tyre minorenëve janë vjedhja është kryesorja, pastaj është shpërndarja, shitja e lëndëve narkotike dhe armët e ftohta. Të gjithë këta faktorë nuk kanë lidhje vetëm me pjesën personale të minorenëve, por kanë lidhje dhe me faktorët familjar dhe shoqëror. Po të shikosh pjesa më e madhe e minorenëve që marrin pjesë në këto veprimtari kriminale vijnë nga familje që janë të dhunuara, nga dhuna sistematike e familjes. Vijnë nga familje që kanë probleme, prindrit kanë probleme me njëri tjetrin që janë në proces divorci ose janë të divorcuar. Dhe shpeshherë problemet familjare transmetohen tek ta minorenë aq sa i shkëpusin edhe nga procesi mësimor. Pra i lënë pa shkuar në shkollë, pa frekuentuar shkollën dhe aty pasaj shfrytëzohen nga kontingjenti i grupit kriminal që i bëjnë pjesë e grupit të tyre dhe i përdorin dhe për shkak të asaj që unë thash më sipër, sepse kanë avantazhe nga Kodi i Drejtësisë Penale për të mjetur. Pra është shumë e vështirë një minoren ta arrestosh sepse nuk të lejon Kodi i Drejtësisë Penale për të mjetur. Duke reaguar të gjithë faktorët, si familja, si shoqëria, si shkolla, ne nuk mund të mendojmë që të ashpërsojmë Kodin e Drejtësisë Penale për të mjetur, pra të ashpërsojmë Kodin penal sepse dashur pa dashur bjem tek teoria e këtyre që po na nxjerrin kodin e ri penal me 959. Pra, kriminalizojmë shoqërinë. Ne pretendojmë që jemi një shoqëri që po shkojmë drejt botës së qytetëruar, aty ku duam të vemi, tek pjesën e Bashkimit Evropian. Pra, ne duhet të trajtojmë disa hapa të tjerë për ta larguar minorenin nga bota e krimit, sesa duke ashpërsuar kodin penal. Kodi i Drejtësisë Penale për të mjetur është shumë i mirë dhe nuk jam për ashpërsimin e tij në drejtim minorenëve. Megjithatë, një person ose një minoren që mund të ketë qenë një bashkëfushatar me fik, pra e ka kryer krimin dhe ketë dënuar për këtë pjesë. Cili është sugjerimi juaj për pas dënimit të këtij, duhet futet në punë, të integrohet, çfarë do? Shiko, ne kemi faktikisht në letra i kemi të shkruara çdo gjë, të shkruara përmbari, por nuk i zbatojmë. Ne kemi institucionet e edukimit këtyre minorenëve dhe kur dënohen, por kemi institucione të veçanta që aty duhet filloj edukimi i tyre, sepse në fundet qëllimi i dënimit ai është ndëshkim, edukim dhe rehabilitim për ta rifutur prapë në shoqërinë shqiptare atë por të edukuar. Duhet të fuqizohet familja, ajo që thash, sepse aty është embrioni i pjesës së kriminalitetit për të miturit. Duhet të fuqizojmë shkollat. Pra, e ripërsëris, shkolla nuk mund të bëj sikur punon ose të bën atë pjesë formale dhe pastaj ngreduar përpjet dhe thotë nuk kam çfarë bëj më. Pra, është gjithë shoqëria që duhet të motivohet për të ardhur në ndihmë kësaj pjese të minorenëve.